Mirëdita. Ramaduro vendos të sekretoj shpenzimet e tij, të shndroj në sekret shtetëror shpenzimet të cilat i bën me parat e takspaguesve shqiptar. Ky akt ka precedent në Shqipëri vetëm diktatorin Enver Hoxha. Ky akt ka paralel në botë Kim Jong-un dhe Maduron e Venezuelës. Ky akt shpall, zyrtarizon, ligjëron vjedhjen, shpërdorimin nga një hajdut ose hajduti më i madh i këtij kombi në 113 vitet e tij si shtet, në 113 vite. Ky akt i sekretimit të shpenzimeve bie ndesh me kushtetutën, me ligjet themelore të vendit. Njeriu që hap shishe Romane Konti 33.000 euro në drekat e tij, kërkon tani të sekretoj shpenzimet. Njeriu që ka shpenzuar në 2 vite 23 milion euro udhëtime me charter, 141 udhëtime me charter, për pushime, për vakanca, për konferenca, tani kalon në një akt tjetër. Që nuk ekziston në asnjë vend tjetër përveç Koreas Veriut dhe Venezuelës. Edi Rama u thot shqiptarve, do t'u vjedh dhe ju të mos mirëni vesh. Por ky shtet, në vitin 2009, në emër të transparencës, të mbrojtjes së parave të takspaguesve shqiptar, ka vendos shpenzimet e thesarit online. Dhe kjo ka qenë në kuadrin e një nisme botërore të luftës kundër korrupsionit. Ky sistem bën të mundur çdo qytetari të kontrollojë çdo qindark që shpenzohet nga taksat e tij të nesërmen e shpenzimit. Edi Rama vendos të sekretoj shpenzimet e tij vetëm për të mbuluar vjedhjet e veta dhe familjare të taksave të qytetarëve shqiptar. Ky është një apel dhe një kushtrim për çdo qytetar shqiptar
të ngrihen kundër flamurtarit të vjedhjes në të gjithë historinë e shtetit shqiptar. Po, gjatë diktaturës, diktatori Enver Hoxha i kishte sekret shpenzimet dhe i kishte të pakufishme. Por diktatori Hoxha duhet të pranojmë se shtëpin katërkatëshe të re që ndërtoj nuk e regjistroj as në emër të vetin, as të familjes ti. Jo, e regjistroj pronë shtetërore dhe ajo sot është pronë shtetërore. Njeriu që ka bërë 140 e sa udhëtime me avion taksi për veten e tij, dhe që akuzohet se me këta avion valizhe diplomatike ka transferuar 100 milion euro të drogës dhe trafiqeve, të bitcoineve dhe tjera. Akuzohet se ka transferuar ngarkesa droge, që refuzoi Komisionin Hetimor Parlamentar për hetimin e këtyre transfertave, që refuzoi Komisionin Hetimor Parlamentar për të verifikuar të dhanat që thonë se validve diplomatike të charterit e Edi Rams janë më numerike se të gjithë kryeministrave europian të marrë së bashku në një vit, apo presidentëve. Tani kaloj në një akt, thash dhe njëherë, që ka ekzistuar në Shqipëri vetëm në kohën e diktatorit Enver Hoxha. Partia Demokratike nuk do pajtohet kur me një vendim të tillë të turpshëm. Edi Rams dhe kukullave të tij, të cilat, siç duket, janë në një verbëri të plot, nuk kanë asnjë interes publik, asnjë interes qytetar, nuk njohin asnjë ligj, asnjë kushtetut, asnjë normë dhe standard përveç Edi Rams dhe interesave të tyre. Unë sot gjithashtu para jush, duhet të përshëndes dhe njëherë marrëveshjen historike të fazës parë të planit të paqes për Gazën. Është një arritje në vlerësimin tim e jashtëzakonshme. Dhe uroj e shpresoj që fazat tjera të ndjekin fazën e parë dhe linja e mesme të dalë nga spirali i konfliktit izraelitët dhe palestinezët dhe kombet tjera të jetojnë në paqë dhe prosperitet në këtë vend. Kjo është një meritë e jashtëzakonshme e presidentit Donald Trump, natyrisht edhe aktorëve të tjerë, të cilët ai vetë i citoi në njoftimin e kësaj marrëveshje, një arritje me një impakt të madh në paqen botërore. Faleminderit. Zoti Berisha, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese dje për pezullimin e dekretit presidentit për zgjedhjet e Tiranës, socialistët kanë marrë vendim që të vijojnë fushatën pasi sipas tyre zgjedhjet do të bëhen në 9 nëntor në Tiranë, sipas një vendimi të pritshëm në 31 tetor. Si e komentoni qëndrimin e tyre dhe është PD e përgatitur që të hyjë në këto zgjedhje me datë 9 nëntor në një rast të mundshëm? Pasi mori një
goditje fatale nga vendimi i gjykatës kushtetuese, Edi Rama njoftoi se do vazhdoj në rrugën Xhaçka, do të bëj atë që bëri me Xhaçkën. Por i garantoj qytetarët e Tiranës se duke respektuar plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese dhe duke dënuar me forcën më të madhe edhe një herë aktin e shëmtuar të papërgjegjshëm të presidentit kukull të Edi Ramës, asgjë nuk do mund të nxirret jashtë kuadrit kushtetues. Kjo është përgjigjja ime. Zoti Berisha, vendimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese që ju e përshëndetet, megjithatë duket si lë gjërat në vend. Pra, kryebashkaku i Tiranës është vijon të jetë Erion Veliaj. A i lë kjo në vend të numëro aksionin opozitar dhe për të vijuar pyetjen e kolegëve, a mendoni se majoranca Edi Rama do ta respektojë vendimin e kushtetueses dhe nëse nuk e respekton, çfarë do të bëjë opozita? I gjithë qëndrimi ynë për Lali Vjellsin ka qenë dhe është shumë i qartë. Ne protestuam ndaj një njeriu që ka firmën e tij në projektin për 130 milion euro, firmën e tij në projektin për 130 milion euro, dhe drejtësia shqiptare heshti, siç e dini, dënoi 2 antarë të KVO-s. Sepse ky akt i pashembullt është në bashkëautorësi me Edi Ramën dhe Lubi Ballukun. Janë të 3. Ne protestuam 46 javë për sipërmarrjen 5D. Mirë po, hoteli për 20 katësh i Qelqt thuhet se ajtivari është i prestonome, por familja Rama, si pas qytetarëve digital, është shareholder kryesor me familjen Veliaj. Hotel. Por gjeni, hoteli nuk është sekuestruar, nuk është prek. Por gjeni, Erion Veliaj nuk ka një akuzë të vetme për 5D-n, ndonë se është në disa akte kryetar i autoritetit kontraktues. Ndonë se i ka dalë emri, se hoteli është i tij. Hoteli nuk është vetëm i tij. Aso kohë u tha se hotel shareholder është Olsi Rama. Tani që është e vërteta, shtrihet në familje për hotelin. Por ajo që ka rëndësi, skrapi i partisë nuk e heton dot. Hoteli mund të shkojë në total deri në 100 milion euro. Hoteli kur të përfundoj, deri tani është 60-70 milion. Është mund të jetë hoteli i dytë më i kushtueshëm, i ndërtuar pas atij të Melia, të Artan Dulakut me kompaninë Melia, apo si e ka, nuk mund të them. Ky hotel mbetet pra pa asnjë hetim. Kështu që Erion Veliaj u dënua ose u akuzua
me dokumenta, për devimet parave të takspaguesve të Tiranës në familjen e tij, Velicën, vllaun e të tjerë, çka përbëjnë vepra penale. Por, duke thënë këto, dele qartë si drita e diellit, se Erion Velin e arrestoi Edi Rama për ta hequr qafe, për ta eliminuar. E arrestoi me një letër të Anesti Angonit që ju si të keni pa, ajo ishte një pamflet që mund ta shkruash për çdo njeri. E arrestoi dhe e trajtoi në mënyrën më të çnjerëzore. Imagjinoni ju të çoj policin pranë Tovolinës ku operohej. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë në botë këtë. Jo, nuk kam dëgjuar. Në diktaturë më të zezë ndodhte që armiqt më të egër të partisë edhe operoheshin, po policë në sallë të operacionit nuk mund të kishte. Rrinin diku jashtë, po në sallë të operacionit nuk kishte njeri. Si që futi ky policë në sallën e operacionit të Erion Velis. Tani, i tmerruar prej tij, pasi i ka mohur, e shkarkoi se sa vlente Erion Veliaj, do më thënë, krahasoni Rexh Biberaj me Erion Velin. Rexh Biberaj, kryetari i bashkisë Tropoj, qëndroi në arrest shtëpie 11 muaj edhe dolin u kthyen punë. As nuk e shkarkoi Edi Rama, kurse Erion Velin në një afat kohor minimal e shkarkoi sipas ekspertëve në kundërshtim me ligjet. E shkarkojnë kundërshtim absolut me ligjet. Si e si t'i jap duart sa më parë. Pra, ku qëndron Partia Demokratike? Partia Demokratike qëndron se Edi Rama, pas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, Erion Veliaj është hajduti më i madh i shqiptarëve në histori. Por, nga ana tjetër, asnjë njeriu, cili do qoftë ai, kur nuk mund t'i mohohem ato të drejta që i garanton ligji dhe kushtetuta. Ky është qëndrimi ynë. Tani, kanë qarkulluar shumë të themi gosipe. Njeri prej tyre se burgu ka lajme dhe gosipe. Njeri prej tyre është se para 3 net që nxorën nga burgu atë. E çuan diku në drejtim të paditur. Të kalamendur. Sa është të vërtet? Muret e burgut e dinë këte. Por e vërteta është që gosipi i asaj ndërtese këte thot. Pse e thash këte? E thash këte se Edi Rama është i tmerruar nga Erion Veliaj. Dhe don ta shoh me çdo kusht ta zgjesur. Politikisht të paktën, mos edhe për atë tjetër se ato nuk i di.
po që ta nxjerrë shtetin në 11-12 natës, të kalamendur, dhe ta nisë në drejtim të paditur. Kjo absolutisht është një akt akuz direkt për Ramën. Ku shkoj ai? Ku e çoj atë? Mori autorizim apo s'mori autorizim, apo përdori vetëm këtë që i thoti papagallin e Uluziut. Ramallari, me Mallari. Lamallari quhet, jo. Për të urdhëruar nxjerrjen e tij në 12 natës, 11 natës, këto si dim. Megjithatë, ajo çka ne qëndrojmë, respektimi të drejtave të çdo njeriu kudo që ndodhet. Kjo është. Pyetje për këtë. Ka reaguar sot presidenti i Republikës Bajram Bega, i cili thot nuk pendohet për dekretin e shpallur për Bashkinë e Tiranës dhe se antikushtetues është shpallur vetëm 1/6 e dekretit të tij, pra veç Tirana, sepse për bashkitë të tjera ka vepruar konform ligjit. Keni një reagim për këtë deklaratë? Duhet të kesh ndërgjegjes. Ky reagimi im është ky. Duhet të kesh ndërgjegje njerëzore. Duhet të kesh integritet njerëzor që të pendohesh. Në qoftë se do thoshte u pendova, kjo do më habiste. Kurse kjo tjetra, asnjë çudi. Ky është kukulla e Edi Ramës. Histori kukulle. Se 1/6 e 1/5, bëj ka matematikën. Se problem sipas ti, sipas kukullës, ishte Cerriku, apo ishte Vlora, Berati, Tepelena. Po kush e shtroi atë? Shikoni çfarë ngushëllimi gjën. Shikoni, ja? Për krimin kushtetues që ka kryer. Shikoni si ngushëllohet. Po kush është ankuar? Për Cerrikun, apo për Beratin, apo për Vlorën, Tepelen, apo Matin? Asnjëri. Këta janë njerëz, shiko. Njerëz të eventruar nga morali njerëzor. Ai pat ju 2 ministrat në dje në parlament. Secili me gjuhë rrugaçi më të theksuar se tjetri. Si zonja Koçiu, si zoti Lamallari. Kur bëi fjalë për vrasjen në selit në sallën e gjyqit të një gjykatësi. A e pat agresivitetin e tyre. Imagjinoni ju, sikur këta e kishin mbrojtur gjykatësin dhe ishte gjallë sot. Këta kanë humbur. Këto janë qenje njerëzore të trushplar, që nuk kanë as standarde morale, as njerëzie. Në parlament diskutohej se u vra një gjyqtar apeli, i lënë pa asnjë mbrojtje. Dhe që të dy kishin bërë deklarata se fajnë e kanë armë, pa leje. I keni parasysh deklaratat e tyre. Dhe dje në parlament përsëritën të njëjtën skenë që përsëritën në rastin e vrasjes së Martin Canit. Ju kujtohet Lubia me këtë korbën e Covidit dhe i tjetër që qeshin kur ne mbanim zi. Këta janë transformuar, janë qenje të transformuara, personazhe që i gjanë vetëm në veprën
e Franz Kafkës, George Orwellit, edhe as kërkun tjetër. As kërkun tjetër. Çfarë të thush këtyre? Po si mund thot ai? Është vetëm një e 6 e dekretit. Po të gjitha bashkitë tjera zbëjnë sa gjysmë e Tiranës, me qenë se i pëlqej ka matematika dhe statistika. Po kush t'ja mësoj, a njeh matematikën e Tiranës? Po. Zoti Berisha, kam 3 pyetje. 5. Pyetja e parë është kandidati i pavarur Florian Binaj ka deklaruar se gjatë fushatës elektorale, kur do të mbahen zgjedhjet, nuk do të dalë në fushat për krah Sali Berishës, por as për krah liderëve të tjerë të opozitës. Keni ju një qëndrim mbi këtë deklaratë? E përshëndes plotësisht këtë deklaratë. Isa, ka një linjë, ka një grup të themi, rrymë, të cilët vërtet nuk realizojnë dot dallimin midis kandidatit të pavarur dhe të mbështetur nga parti politike dhe kandidatit jo partjak të propozuar nga parti politike. Kandidati jo partjak i propozuar nga parti politike është kandidati partisë politike. Kandidati i pavarur të cilin zgjedhin i cili ka ndonë në pavarur, por partitë politike e gjejnë të përshtatshëm për ta mbështetur në interesin më të mirë të qytetarëve, absolutisht, në qoftë se është i pavarur, nuk ka pse të bëj asnjë fushat me kryetarët e partive. Po, kryetarët e partive do angazhohen me të gjithë mundësitë e tyre për të mobilizuar elektoratin partjak për të votuar atë. Pra, e kundërta do ishte, mendoj unë, do ishte jo reale. Nuk është kandidat i propozuar nga ne. Nuk është kandidat i partive opozitare jo partjak. Jo, është kandidat i pavarur të cilin partitë opozitare kanë vendosur ta mbështesin. Edhe gjatë një javë rresht, unë jam marrë në çështjen e modelit pikërisht për transparencë. Dhe jo të gjithë njerëzit e realizojnë modelin. Pastaj, rryma keqdashse, ndjella keqse, e cila e tërbur nga fakti se ky kandidat i pavarur ka premisa të ketë mbështetje të gjerë në elektoratin shqiptar të pavendosur gri, po qoftë dhe të spektrit më të gjerë të mundshëm. Kjo i tmerron. Çfarë tha ai një gjë sa të bukur? Ogerta përfaqëson 100% Edi Ramën. Kjo është e vërteta. Dhe me këtë unë mendoj se intervista e tij ishte intervista e një njeriu të ndershëm dhe sinqert para qytetarëve të Tiranës. Ai aty për herë të parë, qytetarët nuk ndëgjuan një politikan apo qoftë dhe një përfaqësues
jo partjak të partive politike, të flasë për partit, të flasë për liderët, lavdin e tyre, por foli vetëm për qytetarët. Kam filluar punën 8 vjeçta. Dhe unë tha, njoh në atë filozofin, çdo lloj dhimbje, vuajtje, preokupimit qytetarëve. Pra unë mendoj se ai emision, ai debat, ai paraqiti veten ashtu siç është një përfaqësues të qytetarëve të Tiranës. Dhe ju garantoj ju dhe të gjithë shqiptarët se pikërisht për këtë qëllim, për këtë shkak, ne e kemi mbështetur plotësisht. Tani, pjesa e dytë. Ka një kërkesë ndaj Partisë Demokratike, shumë e ligjshme, që kjo parti të ndryshojë dhe të hapet. Unë kam premtuar këtë. Unë ju garantoj se jam shumë serioz në ato që premtoj. E kam premtuar këtë dhe e konsideroj jashtëzakonisht të drejta të kërkesë. Të qindra e mira demokratëve, por edhe mbështetësve tanë. Dhe ne në këto zgjedhje, duke adaptuar këtë model me kandidaturat pavarura, mbështetjet të kandidatëve të pavarur në bashkit që garojnë 6 bashki, besoj se bëm një hap në drejtimin e duhur. Dhe kjo do vazhdojë. Partia Demokratike do bëjë gjithçka për të mbrojtur interesat e një spektri më të gjerë të mundshëm të shqiptarëve. Ajo është partia e interesit kombëtar dhe ka qenë dhe mbetet, po kjo pastaj duhet të ketë edhe atributet tjera që po përpiqet. Ky ishte, thash, një hap shumë i rëndësishëm. Hapa tjerë do bëhen. Demokratët duhet ta dinë. Iku koha kur Partia Demokratike mbrohej nga një agresion mafioz kombëtar dhe ndërkombëtar. Tani është në sulm. Tani para shqiptarëve dhe Zotit dhe miqve të saj ka faktur se është e përkushtuar dhe vendosur të mbrojë vlerat e vërteta. Kjo është, kështu që ajo do të marrë hapa tjera shumë të rëndësishme në të ardhmen. Zoti Berisha, ju jeni si politikani cili nuk kurseni kundërshtarin politik, sidomos kur vjen puna tek Edi Rama. Por gjatë javëve të fundit, ju keni kursyer në fakt 2 ministra të Edi Ramës që dyshohet që kanë qenë në Aruba, dosin që ju e preferoni shumë. Pse i ka kursyer emrat e 2 ministrave që dyshohet që mund të kenë qenë në vendin ekzotik Aruba? Tani, të them të vërtetën, nuk i kurseja. Di, me një përqindje shumë të lartë sigurie, po jo 100%, se Dona Gaçio ka qenë aty. Cili nga ministrat nuk e di. Do përpiqem, jam duke u përpjek, ta them haptas, jam duke u përpjek ta gjej, se dhe të them se nuk i shërben, nëse unë flas pa jo të vërtet, nuk i shërben çështjes. Aruba është e vërtet, Isa. Aruba është fakti më flagrant i bashkëpunimit të Edi Ramës me kartelet e drogës. Ka qenë s'ka qenë Edi Rama, është një element, po fakti që ka vendosur të nisë përfaqësues të tij në Aruba është shumë e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Dhe kjo është e faktuar nga dosja belge, është e faktuar
nga antimafia italiane dhe libri që është publikuar, është faktur nga dosja që fshe Altin Tropini në SPAK. Pra, mos ketë kush dyshim që unë kursej një ministër. Jo, nuk kursej. Sa po unë, po përpiqem, ta them kështu, po përpiqem. Sa po unë të identifikoj, do ta them. Dhe pyetja e dytë përsëri për çështjen e Aruba, në drekën e famshme që supozohet jetë mbajtur në Aruba, flitet që ka qenë edhe Altin Shehu, biznesmeni Shehu. A është Sali Berisha në dijeni të marrëdhënieve që ka ky personazh me një deputet të Partisë Demokratike të Qarkut të Vlorës? Tani, dje më pyete, a ke hyp në makinë të Artur Shehut kur ke shku në Vlorë në 98-ën? E kam drejt? Absolutisht jo. Edhe është e dokumentuar. Por, edhe mund të kisha hypur. Se Artur Shehu i 98-ës, me Artur Shehun e me vonshëm, janë, dallimi është si midis ditës dhe natës, apo Edi Ramës dhe Ismail Qemalit. Të themi jam të nape, të themi me qenë se e ka, thotë se ja, po. Nuk, po. E thash, di për te këto, di që është i një familje të përsekutuar, më kanë thënë, familje të mirë, më kanë thënë, këto më kanë thënë për te, por emri ti në u shfaq me General Lisin dhe Don Agacio. Në një operacion perfekt mafioz. General Lisi mori 30 hektar dhurat nga Artur Shehu, fondacion se si kishë regulluar se një familjar kishte ngel, kishë dhuro kaqja me Agacion, dhe bëri burgaj. Dhe qëfar thaj? Artur Shehu në masolli Agacio. A tha kështu? Tani, a mund të ketë lidhje? Unë nuk e përjashtoj. Nuk e di, nuk e di, por nuk e përjashtoj. Sepse ai është vlonjat, si që pat ju, ai vazhdon të ndërtimet në Vlorë një prendori e tërë. Një prendori e tërë. Unë nuk kam djeni për lidhjet me një deputet. Faleminderit.